Ma ecë në barë. Të nderuar zonja dhe zotrinj, të nderuar profesor, mjek, është kënaqësi dhe nder i veçantë për mua që si drejtues i Fondacionit Fundjavë Ndryshe, t'ju përshëndes në këtë konferencë të rëndësishme shkencore kushtuar tumorëve digestiv, një temë me ndikim të drejtë për drejtë në shëndetin dhe jetën e mira njerëzve. Përgëzoj drejtuesit e qendrës Dyert e Jetës në Shqipëri. Kjo qendër e drejtuar nga doktor Bernard Progni dhe profesor Bajram Hysa ka qenë dhe mbetet angazhuar në mbështetjen e aktiviteteve akademike, kërkimore, shkencore, trajnuese dhe humanitare, me fokus të veçantë të përmirësimi i kujdesit shëndetësor. Kjo marrëveshje e nënshkruar sot me Fundjavën Ndryshe është një hap i rëndësishëm për jetën e shumë të sëmurëve në Shqipëri, por sidomos të sëmurët që vuajnë nga sëmundje të shekullit, siç është kanceri, ku kujdesi paliativ kërkon një fokus të veçantë në shërbim mjekësor.